Ka hyrë sërish në fuqi këtë të premte marrëveshja për lëvizjen e lirë kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë, duke sjellë lehtësim të ndjeshëm për qytetarët që kalojnë kufirin gjatë periudhave me fluks të shtuar udhëtimesh. Kjo marrëveshje synon të përshpejtojë procedurat dhe të reduktojë ndjeshëm pritjet në pikat kufitare. Sipas zbatimit aktual, marrëveshja do të qëndrojë aktive deri në muajin tetor dhe pritet të rikthehet sërish gjatë muajve dhjetor dhe janar, si edhe në fundjava, për të përballuar fluksin e lartë të udhëtarëve. Kalimi i qytetarëve realizohet pa kontrolle të detajuara të dokumenteve identifikuese, përveç rasteve kur ka dyshime të arsyeshme. Efektet janë reflektuar menjëherë në terren, ku vetëm gjatë orëve të para të ditës, rreth 15.000 shtetas kanë hyrë në territorin shqiptar, shumica nga Kosova. Në pikën kufitare të Morinës janë vënë në funksion 11 sportele, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit kanë kaluar rreth 37.000 qytetar, prej të cilëve rreth 25.000 kanë hyrë në Shqipëri.